hajde, po këtë fitore dhe në mësër gjithë kohën. Edhe ata që jetojnë në pallat. Kurse neve këtej, asnjë gjë. Falsiteti i kësaj qeverisje këtu dhe një argjinatur që u bë këtu është bërë me dhe. Një argjinatur që ky Ku po duhet të mbaj jetë më me- shumë, po të mbaj më shumë, po e mori dhe atë argjinaturën, ku vajtën ato fonde që u atë argjinaturën? Vajti 2 milion euro, sa u bë? Sa u hodhën? Kupton, nuk e di sa shumë. Ku vajtën aty, sa bë, u hodh 100 milion lekë aty po tjera? Me 100 milion lekë ti bëhet dalet ato stratës, kishte shumë gjëra me ato 2 milion euro. Tu nuk u bë asnjë gjë. I vodhi kush i vodhi, i ndanë se i ndanë, punë e tyre. Edhe vojmë neve që jemi këtu, që rrezikojmë të mbytemi. S'ka. Ka biznesin ky aty, ky është i pari që mbytet. Sulua. Që i vete i mbytet atje. Kush ja pagoi Sulës? S'merr ai, se ka gjithë ato druaj, gjithë ato materiale, gjithë që. Po i zuri lumja s'ka shans Këtu së pari janë abuzimet që janë bërë në investime, pra nuk janë kryer investime të plota. Së dyti dhe çfarë tregon falsitetin e këtyre është që dëmshpërblimet e përmbytjeve të mëparshme nuk kanë shkuar tek qytetarët. Dhe këtu kemi abuzime. Së treti tani ai me emergjencë vërtet se kishte punonjës të agjencisë mbrojtje civile dhe të reparte. Po argjinatura me dhe nuk ndërtohet, janë falso, se ti s'mund të bësh argjinatur me dhe.